Ke një tokë bujqësore që e përdor prej vitesh, por nuk ke dokumentet, atëherë dëgjoje këtë sepse mund të kesh një mundësi që shumë njerëz nuk e din. Ligji numër 20 i 2020 parashikon kalimin e tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi pa shpërblim, por vetëm nëse plotësohen kushtet e përcaktuara nga ligji. Pra, nuk mjafton të thuash këtë tokë e kam punuar unë dhe familja ime prej vitesh. Për të parë nëse përfiton, duhet të kontrollohet nëse je përdoruesi faktik i tokës, nëse plotëson kriteret që lidhen me ish kooperativat ose ndërmarrjet bujqësore, nëse ke pasur apo jo një titull tjetër pronësie dhe nëse plotësohen kushtet e tjera ligjore. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është banimi në territor. Pra nuk mjafton vetëm toka, por duhet të verifikohet dhe lidhja jote me territorin dhe dokumentacioni që e provon këtë. Dhe ja ku shumë njerëz gabojnë. Procesi nuk bëhet thjesht me një kërkesë dhe kaq, por verifikohet dokumentacioni tekniko-ligjor, bëhet evidentimi në terren, saktësohet sipërfaqja dhe harta kadastrale. Dhe më pas, vijon procedura për listën e përfituesve dhe vendimi për kalimin në pronësi. Por ka edhe një datë që duhet ta dini, 7 nëntor 2020, për rastet për të cilat ligji parashikon paraqitjen e kërkesës brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e tij, ky afat ishte 7 nëntor 2020. Prandaj, nëse familja jote ka tokë bujqësore pa dokument pronësie, mos u mjafto me atë që të ka thënë dikush, por kontrollo dokumentat dhe statusin juridik të tokës. Më ndiq në faqen time që të marrësh informacion ligjor falas dhe shkruaj tokë në komente që t'u tregoj cila dokumente duhet të keni për të kontrolluar nëse përfitoni.